Grupi I parë I besimtarëve nga Kosova është nisur sot nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari drejt vendeve të shenjta për ta kryer haxhin. Njoftimi u bë ditur nga Bashkësia Islame e Kosovës. 297 haxhiler nga komuna e Prishtinës dhe fushë Kosovës do të nisën rreth orës 8 të mëngjesit, ndërkohë që grupet e tjera pritet të udhëtojnë gjatë ditëve të ardhshme, thuhet në njoftim. Ndër të tjera, Bashkësia Islame e bën me dije se haxhiu më I ri për këtë vit është një 15 vjeçar nga Prishtina, kurse më e vjetra është një 84 vjeçare, po ashtu nga Prishtina. Derisa ne sot kemi biseduar me kryemamin e Prizrenit Orhan Efendi Bislimaj, I cili njoftoi se për haxhin nga Prizreni si vjet do të nisen më 26 maj. Takimi do të jetë tek qendra sportive në orën 15:30. Nga Prizreni janë 190 haxhinje, përfshirë edhe 5 udhëheqës të Bashkësisë Islame, nga këta 97 burra dhe 93 gra. Po haxhit si vjet do të nisën për Prizrenit më datë 26 maj 2025. Takimi I haxhive për komunën e Prizrenit do të jetë te qendra sportive, përballë qendrës sportive aty ku bëhet pazari. Afërsisht në orën 15:30 aty duhet të grumbullohen, të takohemi. E prej aty do të startojmë, do të nisemi drejt aeroportit të Prishtinës. Numri I haxhive është 190 për Prizrenit, përfshirë 5 udhëheqës, 97 janë burra dhe 93 janë gra. Nga drejtoria për haxh dhe umre e Bashkësisë Islame të Kosovës thonë se gjithçka është duke shkuar mbar ashtu siç është parapar. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës njofton se këtë vit nga Kosova për ta kryer haxhin do të udhëtojnë 1576 besimtarë.